Kombëtarët kanë më shumë përshtypjen në atë që kemi parë dhe që është zhvilluar dhe kush ndoshta mund të jetë edhe befasia e këtij edicioni. Unë e përmend dhe thash do në Brazili, menoj që mund me qenë befasia, po më kalon përshtypje. Si befasi cilësohet e Brazilia? Po menoj që ka qenë favorit, po më në një prej favoritëve, po jo favorit. Unë menoj që ka ke më të fort Franca, për shembull, Portugalia që përmende, ose Spanja, po edhe Gjermania, dhe pse sot po menoj që thjesht s'ka ndonjë motiv të madh me qenë kvalifiku. Do janë disa ekipe që janë të forta, për shembull, ka luajtur mirë edhe Japonia, ka luajtur edhe unë kisha edhe Amerika po luan shumë mirë, domethënë madje edhe Hollanda ka luajtur shumë mirë. Edhe shtetet e Afrikës po tregojnë që Hollanda do fitoj sipas ekonomistit. Edhe shtetet e afrikane po tregojnë shumë ekipe të forta, domethënë futbollin në Afrikë. Ai po shihet edhe me këto me kampionatin afrikan që është fuqizuar shumë. Edhe kështu që janë edhe unë mund me dal ndoshta me fitu kupën jo, po me shku deri afër edhe ndonjë ekip afrikan. Kështu që prapë po them, Franca ka një ekip super të mirë. Po edhe ditë Portugalia tregoj që ndeshje që ka harmoni shumë të madhe. E tha dhe Ronaldo madje tha jemi ekip që nifemi ma t'ja dim lojnë një tjetër edhe u tregu në atë lojë. Po, nashta, s'jam një zdime pare me konvertu si akum këshyrë statistikat sa peshon. Profaj di këto statistika me sa kushtojnë ekipet. Ekip shumë i rëndë Franca. Mësoj përket... Peshën financiare, për do në. Peshën financiare, po edhe futbolistike,